ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. Vlera e adhurimeve është shumë e madhe. Adhurimet në esencë janë respekt dhe dashuri kulmore që robi njeriu i bën krijuesit të tij të gjithësisë Allahun xhaleshanu. Se cilat janë mënyra se ne ta adhurojmë Allahun, kjo do të ishte dilema e njerëzve në çdo kohë dhe në çdo vend. Por këtë dilemë që njeriu mund ta ketë, Allahu i plot fuqishëm është kujdesur që të mos na lë në lajthitje e që ne të bëjmë eventualisht ndonjë adhurim të gabuar. Andaj edhe ai na i ka legjitimuar të gjitha adhurimet që ne i kemi të njohur. Jo vetëm agjërimi i Ramazanit që e kemi këtë ditë, por edhe namazin që e kemi çdo ditë, madje disa herë në ditë, por edhe zakatin, edhe kryerjen e haxhit, leximin e Kuranit, dhikrin që e kemi mëngjes e mbrëmje e çdo moment. Pra që shumë ta janë ato adhurime që ne mund t'i bëjmë dhe duhet t'i bëjmë, pra edhe pse ne duhet t'i bëjmë, ato duhet t'i kuptojmë sepse është e normale. Natyrshëm që adhurimet përpos shpërblimeve që i japin njeriut në këtë botë, shpërblimet për to janë shumë të mëdha në ahiret. Zatën nuk imagjinohet shpëtimin nga zjarri i xhenemit e as futja hyrja në xhennet pa i përfill adhurimet, sepse njeriu thjesht duhet të tregojë pse ka ardhur. E Allahu ka treguar pse ai ka ardhur. Ai ka ardhur së bashku me gjendët që ta adhurojnë Allahun. Dhe derisa qëllimi jon i krijimit, i ardhjes në këtë botë është që ta adhurojmë Allahun, pra mbi këtë bazë edhe do të vlerësohemi te Allahu se ka jemi për në xhennet apo Allahu na ruajt për në xhehenem. Shtrohet pyetja pse të kemi shumë lloje të adhurimit, jo vetëm në numër, por edhe në mënyra. Adhurim të bijmë në sejdë, të shkojmë në xhami, të jemi në ruku, të qëndrojmë në këmbë. Adhurim të lexojmë Kur'an. Adhurim të themi tesbih të ndryshme, subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, la hawla wala quwata illa billah. Adhurim të agjërojmë, të abstenojmë nga ushqimet dhe pijet dhe të heqim dorë nga jeta e përditshme. Adhurim të ndrojmë vend, të shkojmë në Mekë, të shkojmë në Arafat, dhe adhurime të shumta të ndryshme. Pse të gjitha këto? Të respektuar të rishikues, këto adhurime janë të nduarndurshme, janë të lloj-llojshme, sepse edhe jeta jonë është e ndryshme. Nuk janë të gjithë njerëzit dhe nuk është një njeri po ashtu që gjatë gjithë jetës tij ka vetëm një kërkesë ose ka vetëm një preokupim. Ndryshojnë gjërat, ndryshojnë kërkesat, ndryshon gjithçka në jetë, andaj edhe nevoja për të lidhur me Allahun nuk do të ishte e mjaftueshme që ne të bënim vetëm namaz. Ndonjëherë do të largohemi nga të mirat e botës. Ndonjëherë do të shtojmë fjalë, por fjalë të cilat nuk lidhen me muhabete me njerëz. Ndonjëherë pra që janë të spit, ndonjëherë do të lexojmë ndonjë libër, po ndonjëherë do të lexojmë një libër që mund të jetë i rilexuar për ne disa herë, ta kemi bërë hat me disa herë Kur'anin që për çdo shenjë ka nga 10 shpërblime. Me fjalë të tjera, adhurimet janë të lloj-llojshme, sepse pesha e tyre, vlera e tyre, secila e ka vendin e vet dhe njeriu nuk mund të thotë se në ditën e Bajramit, pasi ka agjëruar Ramazanin, e ka po të njëjtën ndjenjë sikur kur e ka kryer faljen e namazit. Dallon falja e namazit, dallon agjërimi i Ramazanit, për të dyja urimet ka edhe një gëzim ndryshe.
E ndryshe krejt është kthimi nga Mekja, nga Qabja, ku njeri e kryen adhurimin e haxhit. Secili prej tyre përmbush zbrastirat shpirtërore që i ka njeriu, zbrastirat cilat i ka dhe që i krijohen çdo ditë dhe çdo moment. E disa mbulohen me veprime të shpejta, por sikur të themi edhe afati i qëndrueshmërisë së tyre është i shpejtë. E disa qëndrojnë shumë. Udhimi në Mekë për shembull mbahet në mend tërë jetën dhe për këtë arsye edhe Allahu, edhe për shkak të shpenzimeve dhe të mundësive, ka kërkuar që ajo të bëhet vetëm një herë në ymër në jetë. Ndërka këto që janë të përditshme, duhet të kemi kujdes, sepse nuk mjaftohemi me përformimin e një adhurimi një herë e i cili kërkohet të bëhet disa herë. Sikur ushqimi, që nuk mund të themi se në këtë javë kam ngrënë një natë darkë ose drekë dhe tashmë për këtë javë jam i liruar. Çdo ditë është ditë e re. Allahu Samed, Allahu është ai për cilin të gjithë kanë nevojë, e kurse ai për askënd nuk ka nevojë. Ne kemi nevojë për adhurimet që në fakt ai i ka obliguar për ne, por ai nuk ka nevojë për adhurimet që ne i bëjmë. Nuk do të mendojmë se ne kur e bëjmë një vepër, çfarëdo qoftë ajo, edhe që e bëjmë për Allahun, mos të mendojmë që përfituesi nga ajo është Allahu. Përfituesi nga ajo vepër që ne adhurojmë Allahun, jemi ne vetë ata. Nuk do ta shohim këtë si një dhuratë që po ja dedikojmë, ja falim dikujt, por do ta shohim si një gjë që kemi nevojë për të rehabilituar vetveten në këtë botë, për të qetësuar veten sa jemi këtu, edhe për të bërë bagazhin e duhur, për të bërë nozullin e duhur për udhëtimin ton të përjetshëm në ahiret. Andaj Allahu i plot fuqishëm ne na vlerëson në bazë të përkushtimit që kemi për të, në bazë të njohjes së vlerës së tij që kemi për të, dhe në bazë të veprave që i bëjmë që për të bëhen dhe janë të pranueshme tek ai, dhe të tilla janë vetëm ibadetet në të cilat ne nuk lejohet të shtojmë diçka nga vetja jon, e as të mangojmë dhe të coptojmë ato që ai i ka obliguar ashtu siç janë. Në ibadete nuk ka mendje të lirë. Në adhurime ndaj Allahut nuk ka racionalitet mendor prej neve që të themi se kjo është më e mirë për Zotin ose për mua se sa ato që ai ka caktuar. Aty ka nënshtrim dhe ne duhet të jem nga robërit e mirë të Allahut, që thonë sami'na wa ata'na. Ne kemi dëgjuar dhe ne respektojmë atë që Allahu ka obliguar për ne.